E mërkura është mundësia fundit për edhe një mandat në qeveri për lëvizjen vetëvendosje, e cila tash e 7 muaj ka insistuar se i ka 61 vota, por nuk e ka dëshmuar asnjëherë. Në herën e parë dështoi me kandidaturën e Albin Kurtit, ndërsa në seancën që mbahet nesër do të testohet kandidatura e Glauk Konjufcës. Deri më tani publikisht, lëvizja vetëvendosje nuk e ka dhënë asnjë shenjë se i ka siguruar 61 vota për nesër. Ish diplomati Blerim Cana i vlerëson se bara përgjegjësisë për këtë blokadë i takon partisë fituese të zgjedhjeve të fundit, qasja së cilës vështirë se mund të sjellë risi në seancën e nesërme. Ne kemi deputet të cilët jo domosdoshmërisht i dëshirojnë zgjedhjet, se i dim cila është energjia dhe kostoja e betejës për deputet. Në anën tjetër, si mund të votohet diçka blanko. Këtu është problemi. Ndoshta mund të dalë dikush për hir të buxhetit të shtetit që duhet të votohet për hir të këtyre qindra miliona eurove që janë të bllokuara nga BE-ja. Se çfarë qëndrimi do të mbajë Partia Demokratike në seancë nuk dihet, por deklarata e kryetarit të ri të partisë një ditë më parë ka lënë të hapur bashkëpunimin me të gjithë. Këtë bashkëpunimi tonë asnjëherë nuk u vendos vijat kuçi për asnjë subjekt politik. Në anën tjetër, ndërurimet që Hamza ka pranuar për postin e ri ka ardhur edhe nga lideri i lëvizjes vetëvendosje, i cili është zotuar për bashkëpunim korrekt. I shpreh urimet e mia zotrit Bedri Hamza për zgjedhjen e tij në detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Proceset zgjedhore brenda partisë, por edhe bashkëpunimi ndërsjellët i spektrit të gjerë politik, çdo herë në të mirë të interesit publik, janë parime themelore për funksionimin dhe avancimin e shtetit tonë. Analisti tjetër politik, Belgzim Kamberi, thotë se qëndrimi i hapur për bashkëpunim me të gjithë nuk është risi në PDK, e madje as urimi i Kurtit, sepse situata është shumë e ndërlikuar. Vështirë ta menoj një koalicion vetëvendosje PDK nëse mbrapa nuk qëndron një fuqi ndërkombëtare e cila do ta lehtësonte këtë proces. E dyta do të varej shumë se për çfarë do të bëjë kjo, sepse nëse do të kishme një koalicion të ashtu quajtur të madh midis dy rivalëve historik vetëvendosje dhe PDK, atëherë kjo do të ishte për ndonjë agjendë, e sidomos për agjendën e dialogut Kosovë-Serbi dhe ndonjë marrëveshje me Serbi. Nëse dështon seanca së mërkurës, zgjedhjet e parakohshme mbahen më së largu në javën e tretë të muajit dhjetor.